Partia për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve ka çelur fushatën e saj në ambientet e teatrit Bylis në qytetin e Fierit. Me zbrohoritjeve të simpatizantëve të pranishëm, kandidati numër 1 që kryeson listën e kësaj force politike, Ferdinand Muskaj, ka shpalosur programin e tij gjatë mbasdites së të dielës, duke theksuar se vota për këtë forcë politike është votë për çdo emigrant, që me mund e punë të palodhur në dhe të huaj ndërtuan këtë Shqipëri. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm dhe kandidatë të tjerë për deputet të kësaj force politike, ndërsa salla e teatrit Bylis ka qenë të imbushur nga mjaft simpatizant, antar por edhe emigrantë të cilët mbështesin këtë forcë politike në zgjedhjet parlamentare. Gjithsecili në këtë takim ka shprehur me pak fjalë arsyet se pse çdo emigrant duhet të votojë për këtë forcë politike. Një shumicë e gjona këtu jeni këtu brenda, kanë emigrantë. Unë kam qenë 18 vjet në emigrant në Greqi. Dhe atje kam punuar çdo lloj pune, si gjithë të tjerët, për të kryuar familjen, për të mbajtur familjen. Po prap kriza që na detyroi të vim prap në vendin tonë, dhe siç e thonë asaj fjalës, një fjalë popullore, nga shiu erdhën tu në breshkët. Dhe ajo që na bën këtu tani është një vetëm gjë, është partia e të drejtave të emigrantëve. Ajo është shpresa jonë. Partia për të drejtat e emigrantët nuk mbron vetëm emigrantët, po mbron dhe neve gjyshin. Unë i kam djemër prej 20 vjetë në Greqi, kam mallë për mbesat e për Nipri. Pres, kur të vi gushti, në qoftë se do me letra, kur fëmijë tanë mund të rrini këtu në këtë vend. Me partinë e të drejtat e emigrantët dhe me zotin Ferdinand Muskaj, neve mendojmë emigrantët jemi humbësit të mëdhej. Humbë mandej, humbë këte. Humbë Greqinë, Italinë, Gjermaninë, humbë dhe vendin tonë. Është fatkeqësi e madhe. Pse humbë? 18 vjet, 20 vjet punuam në Greqi. S'lamë ferë, s'lamë kazan pa pastruar, s'lamë gjë pa bërë. Punuam, morim në dokumenta, 10 vjeçare, që sipas nëse do zbatohesh të gjitha parametrat e një shteti evropian, ne na takonte me ato lekë që kemi paguar të pajisëshim dhe të menim diçka, të mos ta kalonte jeta kot, mbetëm si kuaj të baltë. Tokë fond të qielli lartë, një na shtyp, tjetri na shkel. Një krek hyn e një serv del, Belzeburit, nderi grua s'robullicën e përrua. Unë përshhelm o buke huaj. Unë kam përshkuar me makinë 2600 km nga Londra deri në Fier. Kam vetëm pak kohë që kam ardhur dhe trupi im akoma është shumë i lodhur, i përgjumur. Por unë sfidova të gjitha këto për të ardhur sot, për të kryer, për të qenë para jush, për të thënë fjalën time, për të bashkuar jush, se tash, dy gjëra janë shumë të mëdha. Emri partisë shoh son të bukur, e ardhmja jonë e mirë, krijimi një partie që duhet të ishte një nga forcat më të mëdha në politikën shqiptare, dhe do jemi ne ata që nga qenë të të nga kustin të qytet atje, dhe do jemi ne ata që jemi në këtë partije dhe të jemi në sistemi të tyre. Ka 20 vjet që Shqipëria po zhvillohet, dhe rrënjët e këtij zhvillimi janë pikërisht tek emigrantët. Janë ata që transmetuan kulturën tonë, edukatën tonë, forcën tonë dhe na mbështetën ekonomikisht gjithë familjet tona shqiptare. Prandaj votoni numrin 30, votoni Partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve. Ferdinand Muskaj është emri që kryeson listën e kandidatëve për deputet të Partisë për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve. Gjatë fjalës së tij në këtë takim, zoti Muskaj e ka vënë theksin te drejta e mohuar e emigrantëve në gjithë këto vite. Të gjithë emigrantët kudo që janë në botë, që i ndjekin drejt për së drejti nëpërmjet televizioneve të gjithë programet e Partisë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve. Një falënderim veçantë vjen për gjithë ata emigrantë që kanë ardhur nga Greqia, Italia, nga Anglia e Largët, nga Amerika dhe Suedia. Ju falenderoj të gjithë atyre që na mbështesin në sallë. Dhe 15 janë
ndajmë nga fitoria e madhe. Fitoria e partisë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve do të jetë një fitore e cila do të çojë zërin e mohuar për 23 vjet. Zërin e emigrantit, zërin tuaj, zërin tuaj të emigrantit. Të gjithë emigrantët, në programin e partisë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve do të gjejnë pjesën e tyre. Ata janë 1/3 e popullsisë shqiptare, por zëri i tyre për 23 vjet është mohuar. Ata nuk kanë pasur nisën në parlament, po ja erdhi 23 qershori. Ata do të përfaqësojnë parlamentin e ri shqiptar me ju. Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve ka si mision të saj të kthejë emigrantëve një drejtë kushtetuese, një drejtë e cila për 23 vjet është mohuar. E drejta e votës, ne do t'ia kemi atë, ne do t'ia kemi pas 23 qershori. Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve ka si mision të saj do të krijojë kushte fëmijëve të emigrantëve të shkollohen në gjuhën shqipe, një drejtë e cila është mohuar për 23 vjet. Askush nuk ka për ta emigrantë të shkollohen në gjuhën e tyre anëtare, në gjuhën e nënës. Ata nuk integrohen dot, nuk i thrasin dot fjalët nën, gjysh, bab. Ne do ta bëjmë këtë gjë me emisionin tonë në pas parlamentit 23 qershorit. Vota juaj duke votuar në 30, ju do të sillni emigrantë në parlament. Të nderuar emigrantë, ne kemi marrë përsipër një detyrë të vështirë. Detyrën të përfaqësojmë ju, të mbrojmë ju kudo që jeni. Ju jeni misionarë të na çoni nesër në Bashkimin Evropian. Jeni ju me zërin tuaj, me punën tuaj, që ndërtuat Shqipërinë. Për ata që ndërtuan Shqipërinë e re, janë emigrantë, është djesa atyre, gjaku i tyre. Votoni për Partinë për mbrojtjen e emigrantëve, votoni për drejtën tuaj, për drejtat e mohuara. Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve do të marrë përsipër që me parlamentin e ardhshëm të krijojë lehtësira për gjithë emigrantët të cilët investojnë në Shqipëri për një periudhë 5 vjeçare, pasi ata nuk janë integruar në jetën e vendit tonë, gjë e cila po sjell shumë pasoja. Janë ata që me të ardhurat e tyre, me riminancët e tyre, kanë ndërtuar Shqipërinë, kanë ndërtuar buxhetin e shtetit 60%. Por ata shikojnë si të ruajnë në vendin e tyre. Ne do t'i kthejmë dinjitetin e mohuar të gjithë emigrantëve anë mban botës. Të nderuar motra, vëllezër, prindër, baballar. Më 23 qershor, ju duhet të votoni Partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve. Duhet të votoni Partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve që nipit, mbesat, të jenë pranë jush, të jenë me ju, pasi këtë drejtë atyre kanë mohuar, sepse ata nuk lëvizin dot lirishëm, sepse nuk kanë pasaporta të cilat nuk përmbajnë parametrat Schengen. Është kjo detyra jonë që në qeverinë e ardhshme dëmë shpërblejmë ata të jajnë pasaporta falas, që jenë pranë ju, që jenë afër ju. Motra dhe vëllezër, do të jemi një njohës të gjithë emigrantët ju të votoni më datë 23 qershor. Duke votuar numrin 30, ju votoni për drejtat e tyre, votoni për një ardhmë më të mirë, votoni për arritjen e Bashkimit Evropian. Janë ata që na çojnë në Bashkimin Evropian. Nuk do të shkojnë në Bashkimin Evropian ata. Janë një drejtë shqiptare. Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve
e tjera kanë për në gjinë e saj edhe një barazi gjinore. Kjo është merit e partisë tonë, e cila sjell një barazi gjinore. Prandaj votoni për partinë për Brojtje me Grande, ju motra, ju nana. Votoni 23 shorë, votoni një tjetër. Ndërsa gjatë gjithë këtij takimi, simpatizantët kanë brohoritur përfitore dhe njëkohësisht kanë bërë thirrje që numri 30 të votohet masivisht më 23 qershor, që edhe zëri i emigrantëve të përfaqësohet në Parlamentin shqiptar.